Ka ndëruar jetë në moshën 84 vjeçare hirësia e tij mitropoliti i Gjirokastrës, Imzot Dimitri. Ai u shua mbrëmjen e së shtunës në Spitalin e Përgjithshëm Universitar të Janinës, ku ishte shtruar për shkak të një infeksioni respirator dhe endokarditi. Mitropoliti Dimitri u lind në shtator të vitit 1940 në Seres të Greqisë dhe ishte diplomuar në Fakultetin e Teologjisë në Universitetin Aristoteli të Selanikut. Prej vitit 1991 ju bashkua veprimtarisë misionare të Kishës Ortodokse në Shqipëri, ndërsa nga viti 1994 shërbeu si protosingjel në Mitropolinë e Gjirokastrës. Në nëntor të vitit 2006 u zgjodh mitropoliti i Gjirokastrës nga Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe që prej asaj kohe udhëhoqi për 19 vite grigjën e tij me përkushtim, duke ndihmuar në ringjalljen shpirtërore të besimtarëve në jug të vendit. Ai njihej për njohuritë e thella teologjike dhe ishte një figurë e respektuar në hierarkinë kishtare.